Përshëndetje të nderuar zonja dhe zotrim, përshëndetje të dashur miq. Ja ku po ritakohemi sërish me mua Tirona Lilin për të ndarë letrën e radhës. Sot pranë jush do të vi me një letër goxha emocionuese, goxha të dhimbshme. Një letër që e shkruan vajza për babain e saj. Një vajzë që ka përfunduar në një rrugë jo të bukur, por që situatat me baban e kanë bërë që vajza të merë këtë drejtim. I dashur baba, unë që po të shkruaj jam bia jote ma i linda. Ndoshta do të vi shumë rënd që unë ta bëj historinë time publike, por nëse unë nuk flas sot, edhe nëse unë nuk e tregoj të vërtetën, edhe sa duhet të vuaj unë që babai të më jep të drejtën, të më hap dyert, edhe unë të jem në shtëpi si të gjithë të tjerët. Babi im më rrite me sakrifica, këtë e di. Më rrite me skamje, edhe këtë e di. Punoje me orë të tëra që mua mos të më mungonte asnjë gjë, edhe këtë e di. Sakrifikove për mua edhe veten tënde, këtë e di më së miri. Kur të gjithë ishin kundër që të më dërgoje në shkollën e mesme, ti mua më dërgove, se më thoje atëherë fëmia pa shkollë është si trupi pa dorë. Mbetet e thyer, mbetet pa të ardhme dhe mbetet pa dinjitet. Dhe kjo mua më bënte që unë të shkoj edhe të shkollohem. Kur unë shkova u shkollova në moshën 17 vjeçe, i besova një djalit dhe mendova që do të ishte dashuria ime e parë. Dashuria që do të më jepte botën. Dashuria që do të më kënaqte shpirtin dhe dashuria që do të më gëzonte zemrën. Dhe unë me thënë të drejtën babi, këtë gjën e besova. E besova edhe atë më shumë se vetja. Ti ishe kundër dhe unë të dola kundër, duke i besuar ati monstre që sot po vuaj si qenë. I besova që do të kujdeseshte për mua në format më të mëdha. I besova që do të ishte njeriu më i bukur në botë. I besova që mua do të më mbante në plëmbën e dorës dhe një ditë ti do të ktheheshe. Ti do të ktheheshe pranë meje, duke më dhuruar dashuri dhe duke qenë gjithmonë në shtëpinë tonë. Por nuk ndodhi ashtu babi. Ti e din që ai filloi të më rre, më nxori prej shkolle. Nuk më la që ta përfundoja vitin e 4. Më solli në Greqi, më maltretoi, më keq trajtoi. Më dhunonte aq shumë sa që unë ndonjëherë s'kisha edhe forcën që të ngritesha në këmbë. Dhe kjo më dhëm, babi. Më dhëm shumë. Më dhëm që nuk të kam dëgjuar ty. Më dhëm që nuk të kam besuar ty. Unë babi ta tregova hallin, por ti nuk më përzure. Ti përsëri më pranove. Ti përsëri më qëndrove afër dhe përsëri më thoje, bia ime, unë do t'jem pranë teje, por mos e bëj atë turp. Unë babi besova të dashurit të dytë. Dhe prap u hodha juve në rrugë. I dashuri i dytë më futi në rrugë edhe më të këqija. Sot babi kam përfunduar në një lokal nate, ku punoj punën më të keqe.
Shkoj qëndroj në për tavolinat e burrat. Burrat më japin pije, më prekin, mundohen të përfitojnë diçka nga unë. E ndjej në vete se kam humbur dinjitetin, kam humbur moralin, kam humbur vlerën e njerëzit. Dhe sot jam duke vuajtur si gjëja më e tmerrshme që unë e kam në jetë. Dhe kjo mua më djeg, babi. Babi, unë ma i linda publikisht edhe në ndikimin e të gjithë shqiptarëve. Po të lutem për herë të fundit që më pranon në shtëpi. Më pranon në shtëpi të shpëtoj prej kësaj rruge të tmerrshme. Të shpëtoj prej këtyre burrave që më shohin si një send seksual, që duan vetëm të përfitojnë marrëdhënien prej meje dhe asgjë tjetër. Babi, më shpëton nga ky tmerr që unë po kaloj, nga kjo përditshmëri e tmerrshme, që e pres me urrëtie orën 21 kur duhet ikim punë, dhe e pres me shumë qef orën 5 kur duhet ta përfundoj punën. Andaj, babi, besoj edhe njëherë zemrës tënde, jo fjalëve të popullit. Lagja atë punë kanë, thashe theme do bëjnë. Unë e di që ta kam thyer shumë shpirtin. E di që unë të kam mërzitur shumë dhe ti nuk e ke pritur këtë gjë prej meje. Sepse ti besimin më të madh e ke patur vetëm tek unë. Por e din si thonë e vërteta? Ai që ti e beson, ai ta bën këtë gjë. Dhe unë, babi, ta bëra këtë gjë. Andaj të lutem, bab. Më ndihmo që të kthehem në shtëpi, më ndihmo që ta jetoj jetën dhe më ndihmo që ta gëzoj të ardhmen. Kjo është, bab, lutja ime për ty. Në fakt është një letër që mban shumë peshë, thënia fjalët e një vajze që flet për babain e saj, që flet për ditëshmërinë, që flet për jetën, që flet për vujtjen që kalon. Por ajo i lutet babait që babai ta marrë në shtëpi, ta bëj njeri, edhe të jetojnë së bashku. Unë do je kisha lutur t'jatin, fal edhe një herë, unë e di që s'ke besim, por fal edhe një herë. Se ndoshta edhe vërtet ka ndryshuar. Ndoshta edhe vërtet nuk është ashtu siç ka qenë.